fundit, ko më parë ishte aluduar për një ndarje të modeles Vesa Vllasaliu, ish banore e Big Brother në të njëjtën kohë nga futbollisti Mirlin Daku, me cilën edhe kanë një vajzë. Së fundmi kanë parë raportime të ndryshme se çifti edhe është prononcuar mbi këto aludime. Çka mund të ndajmë në këtë pikë? Sigurisht sa herë kemi folur dhe në biseda bashkë për Vesën, kemi diskutuar apo kam sjellë për audiencën pak ato ngacmime që kanë bërë si çift në rrjetet sociale, edhe pse nuk e kanë pranuar fillimisht që janë çift, pra kishin ato ngacmime, por Vesa në një intervistë të fundit ka treguar fillimisht për njohjen që ka pasur me Mirlindin, që ka ardhur pas dasmës së mikëve të saj, Ilirianës dhe Adrit, aty ata janë njohur, më pas kanë rrjedhur gjërat shumë shpejt, edhe sa i takon lajmeve për ndarjen, ai shpjegoi që si dy të rinj që kanë atë, le të themi, valën apo edhe atë temperamentin e shpejt, jo i kanë bërë afollon njëri tjetrit, edhe kjo gjë është hapur menjëherë nga portalet dhe i kanë bërë lajme, por ka treguar që është në një stabilitet, tani më po shijojnë frytin e dashurisë tyre që është vajzën dhe është zhvendosur edhe do të zhvendoset në Rusi aty ku dhe Mirlindi luan. Dhe a beson se kjo çështja e ndjekjes apo jo njëri tjetrit po bëhet edhe nga ky çift ashtu siç bëhet edhe nga çiftet e tjera për vëmendje, apo pse? Patjetër që po, për sa kohë ata pasan qenë bashkë gjithmonë e ngacmon, por pasan qenë çift kaq shumë i konsoliduar, për sa kohë kanë sjellë në jetë edhe një fëmijë. Për mua më kishin zgjedhur një tjetër qasje për ta bërë më publike lidhjen e tyre, për ta ndarë me audiencën, sidoqoftë Vesa nuk ndal ka kjo dashnia e futbollit dhe sërish aty ka gjetur partnerin e jetës. Besoj që edhe ajo e ka përdorur një farë mënyre se tregoi në këtë intervistë që unë nuk di edhe shumë mirë të shpreh në shqip, ndoshta ato statuset aso kohë të mia janë marrë si një lloj gjendje që unë janë lënduar nga partneri im Mirlindi, që e kemi pas folur, por sidoqoftë janë gjëra për këto personazhe që bëjnë virale dhe tërheqin vëmendje. Redion, anën tjetër, po besoj që jemi të pajtimit deri diku se shpeshherë, sidomos influenceret e kam në përgjithësi, janë koshijente se si rrëmbehet vëmendja e publikut, sidomos te kjo pjesa kur me personat cilat kemi relata edhe i largojmë nga lista e mezhose dhe i shtojmë. Mendon se mund të jetë edhe pikë strategjie ndoshta për të rikthyer vëmendjen, cilën pas një kohe, pas kalimit Big Brother dhe mos ngjarjeve të reja edhe deri diku e ka humbur? Po sigurisht për personazhet që janë shtuar shumicë, janë marrë kështu si ku ti marrësh me lopatë dhe që janë bërë figura publike që nuk kanë një profesion të caktuar që ta mbajnë të ndërlidhur publiku, por po Redion, por apo e kupton publiku këtë strategji të VIP-ve, po them, tash sa kohë, sepse thuajse të gjithë e kanë këtë strategji. Apo e kupton publiku këtë, apo sërish po bie në grackën e tyre, po them. Si është bërë kjo, e bën një portal lajmi, pastaj bëhet copy-paste thjesht për ta mbushur, le të themi, hapësirën e showbizit, dhe prandaj rritet edhe këto personazhe dhe është krijuar dhe fuqizohen, le të themi, personazhe që jetën e tyre e kanë showbiz, pra që e shesin, nuk ka një profesion siç e përmenda, dhe padyshim që janë të vetëdijshëm që një story, një status apo diçka tjetër ngacmon dhe përkthehet në lajm, por nuk është se zgjat shumë. Qartë. Redion, të flasim edhe për të